Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Vijon numërimi i votës preferenciale, luftë për çdo votë brenda llojit për të marrë mandatin, emra të njohur nga të dyja kampet mbeten jashtë kuvendit. Liderët europian urojnë Ramën për fitoren. Presidenti Macron thotë se mbështet antarësimin në Shqipëri, mesazhe edhe nga Ursula von der Leyen. Berisha akuzon Edi Ramën se grabiti votat me bandat kriminale. Kreu Demokrat thotë se opozita do të çojë provat e manipulimit në Europë dhe në SBA. Spakt zbarkon edhe një herë në Shkodër për krimet zgjedhore, shoqërohen disa persona për verifikime, në total janë regjistruar 87 procedime penale. Befasi në fermën e vipave Alba dhe Limi vendosin të ndërpresin rrugëtimin e tyre, shtangen konkurrentët e tjerë pritën surpriza gjatë ditëve në vijim. Përfundimi i numërimit për partitë ka bërë më të qartë konfigurimin e parlamentit. Socialistët kanë siguruar 83 mandate, ndërsa demokratët kanë zbritur në 50. Ka pak gjasa që situata të ndryshojë me leximin e votës së diasporës, ndërkohë në të dyja kampet po bëhet gare fort për çdo votë në listën e hapur, aty ku duket se emrat të njohur do të mbeten jashtë parlamentit. Ka përfunduar këtë të mërkur procesi numërimit të votave për partitë politike dhe koalicionet në 12 qarqe. Partia Socialiste ka çmentuar fitoren me 83 mandate, ndjekur nga Partia Demokratike me 50 mandate aktualisht, ndërsa Partia Socialdemokrate 3 mandate me rreth 48.000 vota. Por ndërkohë Shqipëria bëhet e Adriatik Lapaj mbetet forcë e tretë, edhe pse ka vetëm një mandat me më shumë se 56.000 vota. Partia Mundësia Grënshea i ka siguruar për momentin 2 mandate, ndërsa edhe Arlind Qorri me Lëvizjen Bashk ka mundur të sigurojë një mandat. Me vetëm 20.000 vota të grumbullara, Basha me koalicionin Euroatlantik nuk ka siguruar asnjë mandat. Ndërkohë, sipas të dhënave paraprake të KQZ-s, numri i zgjedhësve në listën brenda vendit ishte 3.467.962, nga të cilët kanë votuar 1.458.251 zgjedhës, duke shënuar kështu një pjesëmarrje prej 42.21%. Janë konsideruar gjithashtu të vlefshme mbi 1.4 milion vota, ndërsa 55.334 vota janë shpallur të pavlefshme. Ndërkohë procesi i numërimit të votave nga jashtë vendit vijon. Ai ka përfunduar vetëm në qarkun e Kukësit. Njëkohësisht po vijon edhe vlerësimi i votave parapëlqyese në listën e hapur. Nga Partia Socialiste në Tiranë kanë siguruar një vend në parlament Blendi Gonxhe, ministri Ervin Hoxha, Fatmir Xhafaj, Erion Braçe dhe Orlando Rakipi. Ndërkohë nga lufta mes grave, Antonela Dedej me 1976 vota dhe Anila Denaj me 1403 vota kanë më shumë shanse për të futur në kuvend. Ajo që bie në sy është fakti se jashtë listës fituese deri më tani janë emra si Pandeli Majko, Mimi Kodheli, Olta Xhaçka dhe Tilda Gjonaj. Partia Demokratike për momentin është me 13 mandate në Tiranë, duke futur kështu vetëm një nga lista e hapur, Ilira Ali Mehmetin, i cili ka 208 vota më shumë se Jorida Tabaku. Jashtë deri më tani ngelet edhe Ilir Meta, Shpëtimi Drizi, Myslimu Rizi dhe Aslan Dogjani. Për sa i përket partive të vogla, Mundësia do të fusë në kuvend Agron Sheajn dhe Erald Kaprin, ndërsa Nisma Shqipëria B do të çojë në kuvend Adriatik Lapajn, i cili ka më shumë vota se Endri Shabani. Një mandat e ka siguruar edhe Arlind Qorri me Lëvizjen Bashk, ndërsa PSD-ja do të çojë në kuvend të parën e listës së mbyllur Albana Pullumbi. Pasi siguroi mandatin e 4 të qeverisës, Edi Rama ka marrë mesazhe urimi nga liderë të ndryshëm evropian. Ata kanë theksuar se do të punojnë për avancimin e Shqipërisë drejt antarësimit në Union, ndërkohë presidentja e Komisionit von der Leyen është shprehur se në drejtimin e Ramës vendi ka bërë hapa të rëndësishëm përpara. Pas fitoris së Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit, urimet për kryeministrin Edi Rama kanë ardhur nga lider ndërkombëtar, të cilët e kanë përgëzuar për rezultatin. Me një mesazh, lideri francez i drejtohet Ramës si mik i dashur, ndërsa shton se vendi i tij do të jetë gjithmonë krah Shqipërisë në rrugën drejt BE-s. Urime Edi Rama, mik i dashur, për fitoren tënde në zgjedhjet parlamentare. Franca do të jetë gjithmonë në krah të Shqipërisë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Do të takohemi që të premte në samitin e Komunitetit Politik Evropian dhe për një vizitë që duhet të na lejojë të forcojmë edhe më shumë partneritetin ton.
Një urim kryeministri Edi Rama mori edhe nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Urimet më të ngrohta i dashur Edi Rama për këto rezultate mbraslënse zgjedhore, pres me padurim t'ju përgëzoj personalisht nesër në Tiranë. Edhe presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen uroi kryeministrin Edi Rama për fitoren. Përmes një postimi në rrjetet sociale, zyrtaria e lartë europiane ka vlerësuar progresin që Shqipëria ka bërë në drejtimin e tij në rrugën drejt integrimit evropian. Urime për fitore në zgjedhje, në udhëheqjen tuaj Shqipëria ka bërë përparime të mëdha drejt bashkimit tonë, le të vazhdojmë të punojmë ngushtë së bashku për reforma drejt bashkimit evropian. Shqipëria meriton të jetë në BE, me padurim pres t'ju uroj personalisht nesër në Tiranë. Në mesazhin e tij, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, ka shprehur gatishmërinë për të vijuar bashkëpunimin mes dy vendeve. Urime Edi Rama për fitoren tuaj historike në zgjedhje. Pres me padurim të vazhdojmë bashkëpunimin për të sjellë rezultate për njerëzit e zakonshëm në të dy vendet tona. Në urimin e tij, kryeministri hungarez Viktor Orban shprehu gëzimin për mundësinë e takimit të tij me Ramon këtë të premte në Tiranë gjatë samitit të 6 të Komunitetit Politik Evropian. Urime kryeministrit Edi Rama për fitoren e tij bindse në zgjedhjet parlamentare të Shqipërisë. I dashur Edi, mezi pres t'ju shoh këtë të premte në Tiranë atë që mund të jetë një samit historik. Një urim erdhi edhe nga kryeministri spanjoll Pedro Sánchez. Urime Edi Rama për fitoren bindëse të Partisë Socialiste në zgjedhje. Shqiptarët mbështesin në masë dërmuese përpjekjet për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Më herët, mesazhet e urimit për kryeministrin e Shqipërisë kanë ardhur edhe nga kryeministra italiane Giorgia Meloni, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe kryeministri kroat Andrej Plenković. Sali Berisha deklaroi edhe një herë këtë të mërkur se nuk e njeh rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Ai akuzoi Edi Ramën se bleu vota duke përdorur bandat kriminale, ndërkohë kreu demokrat ka nënvizuar se opozita po përgatit dosjen me prova të krimeve zgjedhore që do të dërgohen në kancelaritë europiane si dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një farsë elektorale ka quajtur kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha 11 maj duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për organizim të strukturave të shtetit në përmbysjen e rezultatit në favor të tij. Berisha paralajmëroi se Partia Demokratike ka mbledhur prova dhe fakte që tregojnë vjedhjen sipas tij të zgjedhjeve dhe se do t'i shpalos ato deri në Senatin Amerikan nëse do të jetë nevoja. Partia Demokratike dhe opozita po përgatit luftën e fuqishme për mbrojtjen e të drejtës së votës të shqiptarëve. Ne jemi opozitë që kemi faktur, we change the world. E bam në këte. E kemi bërë. Dhe të bëjmë tani e kemi tani më të mundur se kemi shumë më tepër fakte. Ku do thonë ju? Në të gjitha qendrat e mëdha. Në Kongresin e Shtetet Bashkuara, Senatin e Shtetet Bashkuara, në Parlamentin Evropian. Në Parlamentin Evropian, në Këshillin e Europës. Por Berisha ju shmang pyetje se cili është mesazhi që përcjell për demokratët, duke i mëshuar faktet se zgjedhjet janë vjedhur. E kemi nisë këtë betejë, e kemi bërë këtë betejë, do e bëjmë këtë betejë. Do e bëjmë dhe me sukses, majini mend këtu. Plaçka e vjedhur duhet të kthehet. Kjo është rregulli. Zgjedhjet janë grabitur. Kjo është dalja e tretë e Sali Berishës pas zgjedhjeve të 11 majit. Një ditë më parë, ai paralajmëroi se në 16 maj, ditën kur në Tiranë do të mblidhen liderët europian për samitin më të rëndësishëm që Shqipëria ka pritur ndonjëherë, opozita do të dalë të protestojë. 87 procedime janë regjistruar për krime zgjedhore deri më tani, denoncimet më të shumta janë bërë në Tiranë dhe në Elbasan, ndërkohë SPAK dhe agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit zhvilluan kontrolle në Shkodër dhe shoqëruan disa persona. SPAK e Byroja Kombëtare e Hetimit ka zbarkuar në Shkodër për goditjen e krimit zgjedhor. Sipas burimeve të Vizion Plus në fokus është Partia Socialdemokrate, ndërsa mësohet se ka edhe të shoqëruar në policinë e Shkodrës. Kontrollet janë shtrirë në zonën e Malësisë së Madhe dhe atë të Vaut të Dejës. Ndërkaq, nga aksioni në terren, Prokuroria e Përgjithshme regjistroi 87 kallëzime për krime elektorale. Rekordin e mban kryeqyteti me 21 prej tyre, ndjekur nga Elbasani me 11, Fieri 8, Lezhë 7 e më pas qarqet e tjera me numër më të reduktuar procedimesh. Krimet e dyshuara të cilat vu në lëvizje organet e akuzës së rretheve janë
Pengimi i subjekteve zgjedhore, dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor, shkelja e fshehtësisë së votimit, korrupsioni aktiv-pasiv në zgjedhje, përdorimi i funksionit publik për qëllime politike, kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje, marrja ose përdorimi i paligjshëm i dokumenteve të identifikimit, shpërdorimi i autoritetit ushtarak ose policor. Përpasoj janë vendosur pas hekurave. 7 persona në Tiranë, Lezhë, Elbasan e Fier. Gjithashtu, për 4 persona të tjerë në Elbasan është lëshuar urdhër ndalimi, ndërsa një rast nga prokuroria e Dibrës është dërguar për gjykim. Korrupsioni aktiv e pasiv është kompetencë direkte e prokurorisë së posaçme, ndaj 6 raste të shitblerjes së votës i takojnë Spakti Hetoj. Për po të njëjtën vepër penale një ditë pas zgjedhjeve parlamentare, në pranga përfundoi babai i kandidates së Partisë Socialdemokrate, Limonera Bozha, Pandeli Bozha. Për këtë të fundit, sot gjykata e posaçme mori vendimin ta lërë në arrest shtëpie. Prezente në gjykatë ishte edhe kandidatja e PSD-s, që hodhi poshtë akuzat se jati i saj e ka ndihmuar atë për të blerë vota. Gjykata e lartë ka prishur vendimin e apelit të posaçëm për Arbur Velian që kishte bërë rekurs për kontrollet në banesë dhe sekuestron. Me këtë vendim, gjykata e lartë detyron shkallën e dytë të rigjykojë çështjen me të njëjtën trup, duke zhbërë vendimin e mëparshëm që i kishte lënë fuqi sekuestron dhe kontrollin e 6 dhjetorit. Një konflikt ka ndodhur midis disa personave rreth mesnatës në Tiranë pranë pallatit me shigjeta. Konflikti ka degraduar mbi urën e lanës me sende të forta, përfshirë edhe levat, ndërsa dyshohet se është qelluar edhe me armë. Debati ka nisur mes drejtuesve të dy mjeteve, shoferët kanë përplasur makinat dhe pasi kanë arritur mbi urën e lanës në afërsi të pallatit me shigjeta, kanë dalë jashtë dhe janë përleshur mes tyre. Më pas ata janë larguar me vrap, sapo ka mbërritur policia, ndërsa janë shpallur në kërkim edhe makinat e tyre janë sekuestruar. Sipas policisë, konflikti ka ndodhur për arsye banale pas fërkimit të makinave me njëra tjetrën. Gjykata e Tiranës ka dënuar me burg të përjetshëm Dan Hutron, autorin e vrasjes së 3 grave në mars të vitit 2023. Hutra është dënuar me 3 burgime të përjetshme për vrasjen e Mevlut Sadikut, Hasime Dafkut dhe Etleva Kurtit. Përveç këtyre krimeve, gjykata ka vendosur dënimin me 35 vite burg për plagosjen e Helena dhe kujtime hysës, ndërsa për Mariana Gurakuqin është dënuar me 30 vite heqëlirie. Dan Hutra u shpall fajtor gjithashtu për larmbajtje pa leje dhe sigurim të kushteve për kryerjen e vrasjes për të cilat është dënuar me 15 vite burgim. Ferma e vipave është runditur nga vendimi i papritur e 2 konkurrentëve për të ndërprerë rrugtimin e tyre. Fillimisht ka qenë Alba, e cila është larguar nga gara, më pas edhe Limi, me të cilin ajo pati një raport, ka vendosur të bëjë të njëjtin hap. Po bo ironi me mu, po kapesh me muti. Firma VIP 2 vion të befasojë jo vetëm publikun, por edhe vetë fermerët. Me konkurrent që paksohen dhe sfida që bëhen gjithnjë e më të ashpra, loja po shkon në një fazë të retensioni dhe gare. 2 largimet e një pasnjëshme i dha një drejtim të ri dhe të paparashikuar lojës, duke lënë të hapur rrugën për zhvillime dhe dinamika të reja mes fermerëve të mbetur në garë. 2 prej konkurrentëve më të spikatur të këtij edicioni të dytë, Alba Pollozhani dhe Lim Hoti, vendosën të ndërprisnin rrugëtimin e tyre në mënyrë të papritur. Vendimi i parë erdhi nga Alba, e cila gjatë spektaklit të mbrëmjes së të hënës deklaroi publikisht se donte të ndërpriste rrugëtimin e saj në fermë, duke humbur përfundimisht të drejtën për të fituar çmimin e madh. Rregullorja e spektaklit kërkonte që Alba të qëndronte edhe 24 orë të tjera, ndërsa një zarf i mbërritur në fermë mbrëmjen e dieshme nga kryeplak Albano dha vendimin përfundimtar. Alba Pollozhani largohet menjëherë nga firma VIP 2. Në një intervistë të shkurtër pas daljes nga ferma, Alba deklaroi se për të vlerat personale vijnë përpara çmimit dhe famës. Ajo parashikoi edhe fituesin e këtij edicioni sipas saj. Marrja e vendimit për dalë sigurisht ishte shumë e vështirë, sigurisht që doja ta vazhdoja akoma më shumë garën, por duke vendosur disa gjëra para çmimit dhe famës, më duhet merrja vendimin që patjetër duhet dalë. Marca pashun aty, Lim Hoti është personi që e fiton fermën, garën. Ndërsa për finalistët, minimalisht 3 finalistët që unë i shoh që do t'jenë, ose gjysmë finalistët së paku, Elinara, Frederik dhe Erand. Dhe Big Basta.
Por vetëm pak orë pas largimit të Albës, një tjetër vendim befasues tronditi fermën. Lim Hoti, një prej konkurrentëve më të përfolur, vendosi të tërhiqej po ashtu nga gara. Pasha familjen po ku që ti të ndrejtosh mua? Po jam ka të Fermeri, duke falendëruar produksionin për mundësinë, ka treguar edhe arsyet pse e mori këtë vendim. Eksperienca ishte shumë spektakolare, nuk do të harroj gjatë gjithë jetës time. Ka momente shumë të bukura, të cilat do ngelen në mendjen time gjithmonë, por thjesht nuk po duroja du dal tiki të vazhdoj jetën time, jetën normale, dhe me thonë punët, kom shumë përgjegjësi jashtë dhe duhet tikja se zbë. Ditët që i lëm vendi njëra tjetrës cilin të papritura në fermën VIP, teksa rrethi ngushtohet dhe gara shkon drejt rrugtimit final, ju mos humbisni asnjë moment në 2 kanalet e dedikuara të platformës String, si dhe në ekranin e Vision Plus. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.